العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Jemi ende në bisedën tonë në temën e bindjes apo ndryshe në temën e yakinit. Ai i cili vetëm se e ka mbjell pemën e yakinit, pemën e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala në zemrën e tina, ai tani vetëm se i pret frytet e kësaj peme për të cilat përfiton kë. Edhe për fryteve të yakinit, për frytet që jep yakini apo bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala, dietarët kanë përmend një numër të caktuar prej tyre dhe të parën e kanë radhitur si tek ai i cili e mbush zemrën e tina me bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ai i cili e mbush zemrën e tina me yakin ndaj Allahut subhanahu wa taala, vetëm se zemra tina bëhet e gjitha dritë. Edhe për kësaj zemre largohet çdo dyshim që ka në fenë e Allahut, çdo vest të cilin ai e ka, çdo shybe të cilin ai e ka. Ai i cili e mbush zemrën tina me dritën e yakinit, bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, vetëm se zemra e tij bëhet prej atyre të cilët janë të qetë, edhe janë të sigurt në këtë fe. Edhe i largohet për kësaj zemre çdo breng edhe çdo mërzi të cilën ky e ka. Ai i cili e mbush zemrën e vet me nurin e yakinit, me dritën e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, vetëm se ka me qenë i kënaqur me çdo sen që Allahu e furnizon këtë, edhe me çdo sen që Allahu e sprovon këtë, sepse kënaqësia e vërtetë është atëherë kur ti je i kënaqur dhe je durimtar ndaj Allahut, atëherë kur ti sprovohesh, jo atëherë kur ti furnizohesh me të mira. Thot Ibn Kaimi, Allahu e mëshiroft, edhe ky në fjalën duke e përshkruar yakinin e vërtet, duke e përshkruar bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala, tregon për shejkhun e tij. Ibn Kaimi tregon për hoxhin e tij Ibn Taymija se thot wa sami'tu sheikhul Islam Ibn Taymija, thot e kam dëgjuar, thot shejkhun ton hoxhën Sheikhul Islam Ibn Taymija duke thënë se inna fi dunya jannatun man lam yadkhulha la yadkhulu jannata al-akhirah, pa dyshim se në dunja ekziston një xhennet. Ai i cili nuk hyn në xhennetin e dunjajës nuk ka me hy as në xhennetin e ahiretit. Edhe thot se një herë pe herave hoxha thot më tha mua se çka kam bë armisht me mua, çka kanë mund të përgatit armisht e mi me mua, kurse në gjoksin tem është xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Wa bustani fi sarifat edhe xheneti i Allahut subhanahu wa taala është në gjoksin tim. Thot ku do që shkoj unë, çka do thot që bojnë ata me mua, thot nuk kanë me mua thot më ndryshu diçka prej njetit tem, prej zemrës tem, sepse aty e kam mbushur me nurin e yakinit e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe se xhenetin e Allahut subhanahu wa taala unë vetëm se e kam në gjoksin tim. Thot prandaj çdo sen që munden me bëu armisht e me mua, thot nuk munden me më shkput mua ndaj lidhjes time me Allahun subhanahu wa taala. Wa kana yaqulu fi mahbasihi fi al-qal'a, thot vazhdon Ibn Kaimi duke tregu për ngjarjen e Ibn Taymijës, thot edhe vazhdon Ibn Taymija të thot edhe përderisa ai ishte i burgosur në kala, thot edhe nëse e gjithë kjo kala ishte me umushën me arje dhe argjend, nëse e gjithë muret e kësaj kale brenda mureve sa kishin me umush me të mirat e kësaj dynjaje, thot nuk mund thot me livrit prej meje diçka, edhe me bot dyshim diçka, edhe me fut dyshim diçka prej fejes tem te Allahu subhanahu wa taala, edhe me livrit zemrën tem, sepse atë e kam mbushur edhe e kam ngulitur thellësisht në bindjen ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot wa kana yaqulu fi sujudi wa huwa mahbus, thot Ibn Taymija Allahu e mëshiroft, thot ishte pra atyre që në sejdë sa që falte namaz, edhe përderisa ishte i burgosur, thot bënte një dua shumë shpesh.
duajën të cilën e bënte Ibn Taymija ishte: o Allah, më ndihmo në atë të cilën unë të kujtoj ty çdo herë, të bëj dhikr ty çdo herë, edhe të falenderoj ty çdo herë, edhe të adhuroj ty në mënyrën më të mirë. Përderisa Ibn Taymija ishte duke i përjetuar ato tortura, ishte duke i përjetuar ato maltretime të rënda në kala, edhe në burg, edhe përderisa ai gjatë këtij maltretimi vazhdon të falë namaz dhe të bën sejdë për Allah subhanahu wa taala, edhe në këtë sejdë të bën dua për Allah subhanahu wa taala, jo për diçka tjetër, por vetëm se Allahu më ndihmu këtë edhe më mbush zemrën e tina që ky më përkujtu Allahun sa më shumë, me falendëru Allahun subhanahu wa taala sa më shumë, edhe me adhuru atë në mënyrën më të mirë. Thot, wa qala li marra, thot edhe pastaj Ibn Kaimi shpjegon, vazhdon bisedën ende duke folur për Ibn Taymija, thot se më ka thonë mua një herë herave Ibn Taymija: men hubisa qalbuhu an rabbih ta'ala, thot i burgosur i vërtet, el mahbus, thot i burgosur i vërtet është ai i cili e ka burgos zemrën e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala. Wal ma'thur man asarahu hawa, thot ndërsa i zën rob, thot është ai i cili e ka zënë rob dëshirat e kësaj dynjaje. I burgosur i vërtet është ai i cili e ka burgos zemrën e tina ndaj bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe nuk mendon gjë tjetër vetëm se si ta adhuron Allahun në mënyrën më të mirë, edhe ashtu se si është i kënaqur ai. Thot ndërsa i zënë rob është ai i cili e ka zënë rob zemrën e tina mbas epsheve, duke shku mbas epsheve të kësaj dynjaje, edhe mbas kënaqësive dhe dëshirave të kësaj dynjaje. Do thotë është një dallim i madh këtu mes atij të zënit të rob edhe mes atij i cili është i burgosur. Pastaj thotë se pasi që e kanë marrë Ibn Taymijën edhe e kanë futur në muret e kalajes për me burgos atë, thotë kur hyrin mrena mureve filloi me i shiku muret e asaj kalaje, edhe pastaj e kujtoi ajetin Allah subhanahu wa taala ku thotë Allahu: faduriba bainahum bisuri lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adhab. Thotë atëherë vjen ndërmjet tyre disa mure, e që brenda këtyre mureve ka një derë, e që brenda atyre mureve, brenda asaj dere, brendësia e asaj është mëshirë prej Allah subhanahu wa taala, ndërsa e jashtme e asaj është vetëm se dënim prej Allah subhanahu wa taala. Edhe gjatë kësaj bisede, gjatë kësaj ngjarje ku Ibn Kaimi tregon për shejkhun e tij, gjatë asaj maltretimi, asaj torture që ai kishte përjetuar në kala, në burgun e kalajës, thotë nuk kam pa njeri i cili ka pas jetë më të mirë, nuk kam pa njeri i cili ka pas jetë më të rahatshme, nuk kam pa njeri i cili ka jetuar pa brenga, pa mërzi, se sa Ibn Taymija. Thotë përderisa ai ishte edhe në kala mrena mureve, edhe gjitha torturë që e kishte ai, gjitha maltretim që e kishte ai, vazhdon thotë Ibn Taymija me pasën edhe na me mendu të ai se ai e ka jetën më të mirë, edhe nuk kam pas njëherë në sytë e tina ndonjëherë mërzi apo dëshpërim prej kësaj feje, edhe prej asaj të cilën ai e ka përjetuar. Vazhdon Ibn Kaimi duke thënë se ndonjëherë na kur kishim ndonjë breng, kur kishim na ndonjë mërzi, edhe kur neve na ngushtonte gjoksi jon, nuk bënim asgjë tjetër vetëm se shkonim te shejhu jon, te hoxha jon Ibn Taymija, edhe gjenin te ai rahati. Kur shkonim te ai me fjalët e tina na mbëlsonte neve dynjajin, ai me fjalët e tina e qetësonte zemrën tonë, edhe me fjalët e tina e zgjeronte dynjajin edhe e zgjeronte gjoksin tonë. Do thotë me gjitha këto sene, me gjitha këto sprova, me gjithë këtë bela që e kishte Ibn Taymija për veten e tina, prap Ibn Kaimi edhe të tjerë gjenin qetësi tek ai, edhe gjenin qetësi prej fjalëve tina. Pse? E gjithë kjo vinte si shkak i bindjes tij ndaj Allah subhanahu wa taala. E gjithë kjo vinte shkak se ai e kishte mbushur zemrën e tij dhe kishte ngullitur jekinin ndaj Allah subhanahu wa taala në zemrën e tij. Pastaj thotë qëllimi i gjithë këtij përshkrimi, qëllimi i gjithë kësaj ngjarje është se ai i cili vetëm se e ka zbutur zemrën e tina, edhe e ka ngrit në shkallët e jekinit bindje Allah subhanahu wa taala, tek ai vetëm se është largu çdo ves, tek ai vetëm se është largu çdo dyshim se cila ai mundet me pasë në këtë dunjë. Wa sahha ibn Mas'ud annahu qala, thot edhe është saktuar për Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'udit, se ai ka thënë se qetësia e vërtetë e shpirtit, edhe lirimi edhe largimi nga çdo breng të cilin e ka robi është vetëm se në jekin e bindje Allah subhanahu wa taala. Pastaj Huwain al-gham wal huzn, ndërsa brengat e mëdha të i vinë robit,
mërzia e madhe e cila i vjen robit ajo vetëm se nga dëshpërimi i plotë dhe nga dyshimet e mëdha të cilat dyshime i vijnë atij vetëm se nga shejtani. Kama lahu yurithu sahibu basiratun wa yufarriqu biha bayna al-haqi wa bayna ma yalbisu shaytan. Sepse yekini thot bindja te Allah subhanahu wa taala e largon robin edhe ja qartëson atij në rrugën e vërtetë, edhe ja qartëson atij në të vërtetën edhe të kotën, edhe e largon atë nga çdo sen se cilën mundet me i bë këtij na vese shejtani apo mundet me janë vesh ndonjë të mirë iblisi edhe për me largu këto nga rruga e vërtetë, nga rruga e Allah subhanahu wa taala. Wa qad awrada Ibn Kathir thot ka transmetohet për Ibn Kathirit se një herë për hera Abdurrahman bin Hasan thot e kam dëgjuar thot Harith el-Kadhab, thot ka qenë një person i cili e ka njohur njerëzit si gënjeshtar. E ka njohur njerëzit si gënjeshtar dhe ky u kom për njerëzit të cilët kanë jetuar në Damask. Wa huwa min ahli Dimashq, kanë jetuar për aty të cilët ishin në Damask, thot porse baba i tij ishte për njerëz të mirë. Thot baba i tij ishte për njerëz të mirë, edhe një herë për herave baba i tij na Harith el-Kadhab thot i shkruan babës tij se një herë u kon duke lexuar Kur'an gjatë natës, edhe duke fal namaz gjatë natës, edhe i vjen një dritë e madhe edhe i paraftyron tina para fytyrës tij. Edhe i thot se ti je në të vërtetën. Pastaj ky duke e pa këtë dritë vazhdon edhe mendon rreth sajna, edhe i kthehet atina se kjo është vetëm se një mbështjellim prej shejtanit, se ai mundet me mashu këto dhe me i tregu tina se është në të vërtetën, ndërsa kjo vetëm se ka qenë prej veseve të mëdha dhe dyshimeve të mëdha që shejtani ja ka bë këtina. Edhe këtë ngjarje të nesërmën ja tregon ky babës vet. Edhe i thotë se kështu më erdhi mua prom një dritë edhe më foli para syve të mi, para fytyrës tem, sepse ti je në të vërtetën. Pastaj i thot baba i thot hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Thot aty ju tregoj juve se kujna i shkojnë veset e shejtanit, aty ju tregoj juve e citon ajetin e Kuranit ku Allah subhanahu wa taala thot aty ju tregoj juve se kujt i vijnë shejtanët, do të ata i vijnë çdo njeri i cili është gënjeshtar edhe çdo njeri i cili është mëkatar. Do thotë çdo person i cili vazhdon me gënjy edhe vazhdon me bë mëkat dhe Allah subhanahu wa taala vetëm se largon nga rruga e Allahut edhe nga midja e vërtet, këtij personi vetëm se i shkaktojnë dyshime të mëdha dhe vese të mëdha, i shkaktojnë vetëm se shejtani dhe janë vesh atina epshet me të vërtetën. Thotë walasta anta bi afakin wala bi athim, do sa ne nuk të njohim se ti je për atyre të cilët gënjin ose që je për atyre të cilët bën gjinohe, apo njihesh tek njerëzit e tjerë për mëkatar. Kjo ishte ajo të cilën e tregon baba i Harith el-Kadhab. Do sa Harith el-Kadhab kishte ardhur deri në një pikë përderisa e quante veten ka anni nabi. Thonte vetes tina sepse un jam i dërguar, edhe fillon të fliste në xhaminë e tina për duke treguar, duke folur rreth fesë Allah subhanahu wa taala dhe duke folur rreth asaj se sikur se këtina po i vjen vahji prej Allah subhanahu wa taala, edhe pastaj baba i tij i shkruan letër tina dhe i thot inna sa'ata la takumu hatta yakhruju 30 dajjalun kadhabun. Thot pa nuk ka më ndodhur kiameti. Nuk ka më ardhur kiameti përderisa kanë më dalë 30 njerëz, 30 dajjalla, 30 gënjeshtar. Kulluhum yazamu annahu nabi. Edhe të gjithë këta kanë thonë edhe kanë me prezantuar veten e tyre sikur se këta janë pejgamber prej Allah subhanahu wa taala. Wa anta ahaduhum, edhe thotë se ti je njëri prej tyre. Përderisa ky kishte filluar me i thon vetes tina se ishte pejgamber, përderisa ky kishte filluar edhe të fliste në emër të asaj që këtij vinte vahji prej Allah subhanahu wa taala, baba i tij shkruan letër dhe thotë se nuk ka më ndodh kiameti, nuk ka më ardhur kiameti përderisa kanë më dalë tek njerëzit 30 veta, 30 njerëz, 30 dajjalla, 30 rrenca, edhe të gjithë prej tyre kanë me pretenduar se këta janë pejgamber apo janë të dërguar prej Allah subhanahu wa taala, wa anta ahaduhum, edhe ti je njëri prej tyre. Fruti i dytë që e ka përmend dietarët, e dyta që ka përmend dietarët që mundet me përfituar robi prej yakinit është se annahu sababun fil huda wal falah fi dunya wal akhirah. Thot bindja te Allah subhanahu wa taala është i shkak i robit e udhëzimit drejt robit edhe shpëtimit në dynjë dhe në ahiret. El falah tasilu al matlub wan najatu min al marhub. Thot shpëtimi e sjell tek robi ato e cila është e kërkuar, walihadha qala Allah subhanahu wa taala anil mu'minin walladhina yu'minuna bima unzila ilayka
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Thot Allahu subhanahu wa taala, besimtar të vërtet janë ata të cilët e besojnë atë që ju ka zbritur atyre dhe atë që ka zbritur para tyre. Wa bil akhirati hum yuqinun, edhe këta në ditën e gjykimit vetëm se janë të bindur dhe besojnë në ditën e gjykimit, ulaika ala hudan min rabbihim, edhe këta janë të udhëzuar prej Allahu subhanahu wa taala, wa ulaika hum muflihun, edhe këta janë ata të cilët janë të shpëtuarit, edhe këta janë ata të cilët janë fitimtar. Pastaj wa qajana Abu Bakr as-Siddiq, thot se vetëm se ka ardhur një transmetim prej Abu Bakrit radhiyallahu anhu se Allahu subhanahu wa taala çdo ka bënë do es'alullah al-afwa wal afia, kërkoj për Allah subhanahu wa taala falje dhe mirësi, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khayran min al-afia, sepse askujt prej njerëzve nuk i është dhënë ndonjë e mirë, më e mirë nuk i është dhënë ndonjë e mirë pas bindjes ndaj Allah subhanahu wa taala se sa mirësia dhe falja prej Allah subhanahu wa taala. Edhe transmetohet një thënie tjetër prej Ibn Kaimit, Allahu më shërof, se la yatimu salahu al-abdi fi darain illa bil yakin. Thot nuk përmirësohet gjendja e robit në të dy botat, qoftë në dynjë apo në ahiret, vetëm se me bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe me mirësinë edhe me faljen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Fal yakinu yadfa'u anhu kubatul akhirah, sepse bindja ndaj Allahut i fal edhe i largon atina të gjitha mëkatet që i ka bëu robi në dynjë, edhe e shpëton atë në ahiret, ndërsa mirësia të cilën ja jep Allahu subhanahu wa taala robit, i largon atina çdo breng të cilën e ka ai në dynjë. Wa yaqulu Sheikhul Islam, thot e transmeton Sheikhul Islam Ibn Taymija tregon se Sheikhul Ibn Taymija ka thënë për banorët e xhenetit, kur ata në xhenet do të pinë prej ibrikave të cilë janë prej are, do të pinë pijen e xhenetit, vetëm se ka thënë wa dhakra subhana ana sharabul abrar yamzaju min sharabi ibadihi al-muqarrabun, sepse ata të cilët kanë me pijen e xhenetit janë për atyre të cilët janë robërtina të afërt të Allahut subhanahu wa taala. E treta që përmendin autorët, sepse prej frutave të yakinit edhe bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala është se yakini bindja ndaj Allahut në dynjë trashëgon të robin në zemrën e tij edhe zohdin, asketizmin në dynjë, edhe bën ato që mos me qenë për atyre të cilët e lakmojnë dynjën, por se bën ato që të nënshtruan ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe kërkon prej të mirat të Allahut, ato të mirat të cilat e përfiton ky robin në ahiret atëherë kur do del para Allahut subhanahu wa taala. Thot transmetohet prej Bilal bin Saad se ai ka thënë se robërt e Allahut subhanahu wa taala janë ata të cilët punojnë në dynjë për me fitu në ahiret. Punojnë në këtë dynjë një kohë të shkurt për me fitu për një kohë të gjatë. Punojnë në dynjë e cila është Allah subhanahu wa taala ka mallku kët për një botë që Allah subhanahu wa taala i ka premtuar këtyre të mira, edhe pastaj punojnë në këtë dynjë duke u sprovuar edhe duke pasur mërzi dhe brenga të mëdha për një kohë e cila ka mëuar tyre të cilën nuk ka me pasur breng, nuk ka me pasur mërzi, sepse ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se banorët e xhenetit kur do dalin para Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu i gjykon këta për atyre të cilët do të jenë në xhenet nuk kanë me pasur asnjëherë mërzi, në xhenet nuk kanë me pasur asnjëherë brenga për Allahu subhanahu wa taala, por se ahlul jannati ala sa'adati dawam, por se banorët e xhenetit ata janë çdo herë në gëzim, edhe për ta nuk ka asnjëherë që këtyre më ngushtu gjoksi ose me pasur ndonjë mërzi prej mërzijave që robi mundet me i pasur në dynjë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamuna ma a'lam", sikurse ju kishim e ditun ato se çka e di unë, la dahiktum qalilan wala bakaytum kathira, kishim e kesh më pak edhe kishim e qajtur më shumë. Sikurse na kishim e ditë ato se çka ka di pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato se çka ka kriju Allah subhanahu wa taala në xhenem, edhe ato çka robi nëse nuk i bindet Allahut, ka me shiju dënimet janë në xhenem, kishim e kesh më pak në këtë dynjë edhe kishim me qajt më shumë. Është për qëllim që kishim me shku mas efshave të dynjës më pak, edhe kishim me vetmu vetën tonë drejt asaj që është adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe kishim me bë sabër ndaj këtyre që Allah subhanahu wa taala kishte me na sprovu neve. Pastaj disa prej seleve kanë thënë se yakini më i mirë është atëherë kur robi vetmohet edhe kur sprovohet Allah subhanahu wa taala edhe bën sabër gjatë kësaj sprove. E katërta që e kam përmend dietarë se prej frutave të yakinit edhe
asaj që përfiton robi ndaj bindjes Allah subhanahu wa taala është se wa fil ardi ayatun lil muqinin, edhe në tokë ata kanë argumente për ata të cilët janë të bindur. Yaqulu Kurtubi, thotë se Kurtubi në komentimin e këtij ajeti thotë se ata të cilët janë të bindur ndaj Allah subhanahu wa taala janë ata të cilët vetëm se e kanë ditë edhe kanë thurë rreth Allah subhanahu wa taala, edhe kanë vërtetuar njësojshmërinë e tyre ndaj Allah subhanahu wa taala. Këta janë ata të cilët janë të bindur ndaj Allahut. Edhe kanë besu pejgamberin që i cili ju ka ardhur atyre, e kanë besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e kanë pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj janë vetmuar për Allahun subhanahu wa taala duke e kujtuar atë, edhe duke bërë dhikr Allahun, edhe duke medituar rreth ajeteve dhe rreth asaj që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Këta janë ata të cilët janë të bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala lën te robi edhe për asaj i cili është robin e bën më sabërli edhe e bën më durimtar në dunja. La yumkinu al-'abdu an yasbira in lam yakun lahu ma yatma'innu lahu. Robi nuk mundet me bëu sabër këtë dunja, edhe nuk mundet me qenë për atyre sabërlive përderisa ky nuk ka diçka për cilën mbështetet. E mbështetja më e mirë që robi mundet me pas edhe për me qenë prej durimtarëve është vetëm bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ndaj bindja sprovat e robit i vijnë edhe ndaj asaj i cili është i bindur Allahut, edhe në bazë gradës së saj ti edhe ke mbush zemrën tënde me yakin ndaj Allahut, në bazë gradës së saj ti i bindur Allahut subhanahu wa taala, aq edhe Allahu subhanahu wa taala ty ka më sprovuar në këtë dunjë. Porse megjithëse këtë ti duke ditur se ti je prej atyre që ju ke bindur Allahut edhe ke mbush zemrën tënde me nurin e yakinit, Allah subhanahu wa taala ty të bën prej atyre të cilët janë durimtar edhe bojnë durim në këtë dunjë, pastaj shpërblehen për durimin e tyre në botë kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Edhe e fundit që kam përmend dietarët është se prej fruteve të yakinit është ai i cili e mbush zemrën e tij me bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, vetëm se ka më qenë për atyre që është i kënaqur me çdo gjendje që Allahu e sprovon kët. Edhe kjo ndoshta është më e vështira që ne mundemi me e përjetu edhe me e pasur në dunjë. Ndaj çdo brengë, ndaj çdo sprovë që Allahu subhanahu wa taala ty sprovon në dunjë. Edhe prap në fund sa ti me qenë për atyre që je i kënaqur, edhe me qenë për atyre që je durimtar, është shumë e vështirë për me arrit këtë. Por se kjo arritet vetëm se duke qenë për atyre të cilët e kanë mbush zemrën e tyre me bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe janë të përkushtuar, janë të devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Qali ibn Mesudi radiallahu anhu thotë se ka thënë ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur prej tina, thotë ai i cili është i goditur me ndonjë fatkeqësi në këtë dunjë, edhe pastaj fillon me bëu sabër edhe është i kënaqur me Allahun subhanahu wa taala, le ta dinë ai se ky vetëm se ka vërtetuar yakin ndaj Allahut, edhe ka vërtetuar bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj وقال ابن جرير في تفسير الآية edhe thot ibn Jarir në komentimin e ajeteve rreth yakinit, wa man yusaddiq billah, ai i cili beson në Allah subhanahu wa taala, fa ya'lam annahu la ahad tusibuhu musibatu illa bi idhnillahi, edhe ky vetëm se ja ka but vetës me dije se nuk mund këto me godin ndonjë fatkeqësi, vetëm se ajo që i vjen prej Allah subhanahu wa taala, atëherë ky është për atyre që e ka vërtetuar yakinin. Edhe duhet me ditë robi se çdo këtë njerëzit me umbledh rreth teje, edhe me dosh me të bëu diçka keq, nuk kanë me të bëu ty e keq, vetëm se ato që e ka shkruar Allah subhanahu wa taala, edhe sikur se këtë njerëzit me umbledh rreth teje edhe me shkruar që ti me kom për atyre njerëzve të mirë nuk kanë me të mujt me të bëu ty të mirë, vetëm se ato që Allah subhanahu wa taala ka shkruar për ty. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëj për atyre që e arrim yakinin e vërtet, e lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëj për atyre që e plotsojmë bindjen ndaj tina, e lutim Allah subhanahu wa taala që më na bëj për atyre të cilët janë të devotshëm në fenë e tij, edhe mos më na marr shpirtin neve, edhe mos më na marr prej kësaj dunjaje në asnjë gjendje tjetër, vetëm se me iman edhe me devotshmëri ndaj tina, walhamdulillahi rabbil alamin.